Ekipi Kuksit duket se është rizgjuar në momentin më delikat dhe të rëndësishëm të kategorisë së parë. Kampionati ka hyrë në fazën më delikate të tij dhe tashmë çdo pikë vjen shumë fish në arritjen e objektivave. Paraqitja e skuadrës në ndeshjet e fundit ka qenë relativisht e mirë. Verlindojt ja kanë dalë të sigurojnë 7 pikë në 3 ndeshjet e fundit, duke fituar ndaj disa prej rivalëve direkt për mbijetesën. Dhe pikërisht për këtë të fundit tashmë janë ndezur motorët për të realizuar qëndrime mes më të mirëve. Aktualisht Kuksi mban vendin e 10 në klasifikim me 28 pikë, 1 më pak se Korabi i vendit të 9 dhe 3 më pak se Kastrioti i vendit të 8. Tashmë skuadra e udhëhequr nga Fation Fataj do të ketë si synim pikërisht vendin e 8 dhe diferenca është e rikuperueshme pasi janë edhe 5 ndeshjet drejt e fundit të kampionatit. Këtu duhet marrë parasysh që Kuksi do të ketë një përballje direkte me Kastriotin, e cila më shumë gjasa do të vendosë shumë mbi fatin e tyre në kategorinë e parë.